Ja, për shembull jepe që ka ditë çunë që po qesh, se unë kam shumë merak atje ja, shkoj e pe, po. E kam shumë merak këta çuna që qeshin, kur të gjithë dëgjojnë, unë i kam shumë merak, jepe ati me mustaqe, se ke dhe mustaqe, ti mos, më bëj mu sikur se kupton. Jo, ke rresht 2 rreshta për mbrapa, aty, ai me, po, eksakt, 1, 2, 3, i 4, ti jepe pak mikrofonin. A të shi, merë të shi. Urdhro. Po. Eksakt. Pse po qesh? Jo, po dëgjoja me vëmendje, s'po qeshja. Urdhro? Po dëgjoja. Jo, po pse po qeshje? Se që po dëgjoje e dyshoj, po që po qeshje të pash. Pse po qesh? Jo, s'po qeshja. S'po qeshje, po qa po bëj? Jo. A po qeshje vetë. Isha i lumtur për negociatat që do hapen. Negociatat janë hapur. Kjo tregon që se ke pas mene nuk po hapen, janë hapur. Janë të tëra të hapura. Që do mbyllen pra. Po, qa hapet për të mbyllur, nuk hapet për të hapur, e kupton? Kene i, tani seriosisht, kene i pytje në i, ku studion, qa studion? Te fakulteti drejtësisë. Ke drejtësia. E di që më kujtove njërin, isha në një restorant para ca kohësh, edhe më vjena një kamarjeri i tha, do bëjmë një selfie bashk, po më i thash. Edhe ndërkohë që po vendoseshim në fokus, tha, na gjej punë burr. I thash, po qa shkolla këti, jurista si gjithë tjerët? Qa viti e? I 4. Qarë ëndra shke? Sa dhe i vit? Ëndrat s'tregohen sepse s'realizohen. Ëndrat s'tregohen se s'realizohen. Ëndrat që s'tregohen se s'realizohen janë ato që shef me së mbyllur. Unë atyre as i besoj dhe as i tregoj se qatë tregosh. Ndërkohë që të gjitha realizimet dhe sidomos realizimet e mëdha, po dhe realizimet e voglat, njerëzve që realizojnë diçka, sa unë mendoj që edhe një njeri që ka pasion të bëj këpuc, ose të rregulloj këpuc, është pasion mbete, dhe që arrin të jetoj me atë pasion, është njeri i lumtur që ka realizuar një ëndër. Ëndrën që të jetoj me pasion e vetë. Se në fund ditës, lumturia çfarë është? Unë besoj që lumturia është të jetosh duke bërë gjën që të mbush, që të pëlqen, që të bën të zgjohesh në mëngjes dhe të jesh i motivuar. Se shumë kush për të jetuar detyrohet të bëj punë që nuk janë pjesë e pasionit, por janë punë që duhet të jetoj. Dhe të gjitha realizimet janë, e kësaj natyre janë realizimet e një ëndre që njeriu e shef me sy hapur. Me sy mbyllur të janë rregull, po me sy hapur, nëse e shef gjithë shohim një ëndër me sy hapur, gjithë. Unë jam i bindur që edhe ti, tani pavarësisht se mbase ti e ngatron, është me sy mbyllur, është me sy hapur dhe nuk di eksaktësisht që a duhet ta thush apo jo, po edhe ti e shef veten dikur. Do t'jesh. Ama ata që ja dalin janë ata që nuk i dorëzohen asnjë vështirësie për të arritur që ta materializojnë atë, sepse përderisa ti je në gjendje ta shofësh, domethënë je në gjendje ta bësh. Qofse nuk e shef, nuk e. Ama çështja nuk është që a je në gjendje ta shofësh, çështja është a je në gjendje ti që për ta bërë atë realitet ti paguash të gjitha kostot e përpjekjes që duhen për të shkuar atje. Je dashamirës futbollit ti apo s'tinter? Po. Pse të pyeta? Leo Messi kur ishte i vogël, kishte vuante nga një smundje
që nuk e linte të zgjatë. Edhe besoj që e di. Dhe ai thoshte, ai ishte i vogël fare, edhe thoshte unë do luaj në Camp Nou. Prindrit kishin hallë se ai ishte një fëmijë i smur. Dhe donin që ai thjesht ishte një fëmijë që t'ishte i normal në kuptimin të funksiononte normalisht. Nuk e kishin fare planin e tij. Kurse ai thoshte unë do luaj në Camp Nou. Dhe ai arriti të bëj, jo të luaj, po arriti të bëj ylli i Camp Nou. Pse? Sepse shikonte atë gjë. Por ama edhe sepse ishte i gatshëm të bënte çdo gjë, edhe kundër mjekëve, edhe kundër të gjitha llojeve të parashikimit, i thoshin është kot ky muhabet, që të arrinte atje.